emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimrama, kudo që në ndishtin të nëruar shikues këtu në Kosovë, rajone në Mërgat, kultura institucionale dhe ajo kushtetuese, kjo do të jetë tema e emisionit të sontëm, në dritë të një kolapsi, nëse mund ta them, institucional që ka filluar, sa mund zgjas nuk dihet, por ende nuk e kemi kuvendin e konstituar. Hapi parë u bë procedura e verifikimit të mandateve të deputetëve, një çështje kjo përcjell fare mbase nuk do duaj as të lindë të debate, por ja që lindi, kemi mbetur në bllokim procesit, kanë mbetur politikanë në bllokim procesit, PDK AK nisma duke refuzuar të votojnë kandidatën e propozuar për kryetarin e kuvendit nga vetëvendosja Albulina Haxhiun, një drejtë siç kanë thënë mbase e tyre, por dhe vetëvendosja në anën tjetër insiston që ata fare nuk e kanë ndërmend të ndrojnë kandidatin, nuk takon atyre ta propozojnë fillimisht dhe të mos heqin dorë nga kjo kandidaturë, duke nënvizuar faktin se çfarë do të ndodhte në një situatë hipotetike nëse vetëvendosja nuk do të votonte edhe për dy nën kryetar të tjerë. Po lindin lloj-lloj çështje, t'ju them drejtën të ndëruar shikues, çështje krejtë e parëndësishme, nuk jemi në një ambient racional politikisht, ligjet në fuqi dhe kushtetuta nuk është problemi i Kosovës, është dialogu ai që ka munguar thuajse për një mandat midis partisë së parë, asaj të zotit Kurti dhe të tjerave, gjuma politike ashtu, dhe jemi në situatën që për shkak diskursit politik ta kemi këtë situatë. Së paku diskursi merret si referenca. Është kjo çështja kryesore pse jemi në blokadë, do të diskutojmë në emision në vazhdim për kulturën kushtetuese, dialogun politik dhe ligjet. Që ligjet asnjëherë në fakt nuk janë problem për shoqërinë tonë. Kushtetuta është mjaft moderne, por ja që realitetet jo vetëm në këtë situatë tani, por edhe në kaluarën kanë çuar deri tek puna që e kishte gjykata kushtetuese duke ushtruar kontroll ndaj vendimarrjeve ndryshme. Kishte 11 shkelje kushtetuese kjo qeveri, duket që më shumë kanë punuar opozita e deridjeshme për të denoncuar shkeljet kushtetuese, sesa mbase edhe për të bërë ndonjë kauzë tjetër, por padyshim çështje me rëndësi. Kam të ftuar, po prezantoj pa humbur kohë, atë që e njeni po them ju gjithë të nderuar shikues, atë që fitoi lëndët objektivisht në gjykatën kushtetuese i angazhuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, zoti Faton Fetau, specialist ligjor, avokat. Faleminderit Fetau. Mirëmbrëma, mirë se jeni. Faleminderit për ju. Afrim Kasolli, analist politik. Faleminderit Kasolli. Faleminderit edhe për ju vetë. Kultura institucionale dhe kushtetuese, si e vlerësoni zoti Fetau? Po tani konteksti i trajtimit të kësaj teme natyrisht nuk mund të bëhet vetëm në vlerësimin e rrethanave aktuale ditore, sepse konteksti i zhvillimit të sistemit tonë kushtetues e ka dhe një historik prapa. Le të themi ne nuk po shkojmë shumë larg prej, le të themi, kulturës politike, e cila është ndërtuar mbi norma kushtetuese, po të vetë bie fjala të KSAK-s së Kosovës, po flasim për Rambujës. Zhvillimet e cilat janë imponuar prej Rambujës, pastaj çlirimi i Kosovës, tranzicioni politik dhe juridik e ka karakterizuar, natyrisht edhe me zhvillime në kulturën institucionale dhe kushtetuese. Në rastin konkret, ishte korniza kushtetuese e Kosovës, e cila i vendosi disa baza të ndarjes së pushteteve, të kulturës politike dhe institucionale në përgjithësi, e cila pastaj u bartë në një formë së tjetër edhe në kushtetutën aktuale, e cila rezultoi natyrisht e dinë gjithë nga një proces kompleks i bisedimeve në Vjenë, edhe atëherë natyrisht që fakti që nuk u shkrua nga shqiptarët e Kosovës, po u shkrua nga miqt, o ndihmua le të themi nga miqt ndërkombëtar, atëherë konteksti i normave kushtetuese natyrisht që jo që e them unë, po e thot shumë kush, ndonjëherë këto 20 vite ka dalë tjetë, ose më saktë 17 vite, ka dalë tjetë
para zhvillimeve shoqërore. Dhe njerëzit gjithmonë pyesin Duhet më avancuar sa mjedisi kulturor. Sa mjedisi kulturor. Dhe në rastin konkret shpeshherë shtrohet pyetja dhe debatet që bëhen shpeshherë dhe në nivel të studentëve të fakultetit juridik thotë, nëse një normë nuk i bën për shtati shoqërisë, atëherë duhet të ndryshohet norma dhe jo shoqëria. Por në rastin konkret, kjo është norma kushtetuese. Dhe kur një normë kushtetuese është e avancuar, aspiron standarde të vlerave dhe demokracive le të themi perëndimore, jemi ne ata që duhet të përvetësojmë këto vlera dhe të mbrojmë me fanatizëm. E në radhë të parë natyrisht klasa politike. Tani kjo kushtetues sigurisht që i ka pasur sfidat e saj, por krahas sfidave edhe ka imponuar zbatimi i përditshëm i saj dhe një lloj kulture politike dhe institucionale nga aktorët politikë, nga institucionet. Tani konsideroj që këto 17 vite të ekzistencës së shtetit dhe të kushtetutës, siç e kemi pa, kushtetuta më së shumti është sfiduar në rrafshin e ndarjes së pushteteve, sepse shumë herë politikanët kosovarë nuk e kanë kuptuar që në thelb kjo kushtetuta jona është kufizim, nuk është pushtet. Në rreth parë është kufizim dhe në këtë pikpamje shpeshherë edhe ballafaqimet e ndryshme mes pushteteve janë interpretuar në varësi të pozicioneve politike të palëve. Bie fjala si në shumë raste kur një subjekt politik të njëjtën normë ose të njëjtin standard kushtetues e ka interpretuar ndryshe nga në varësi të asaj se ka qenë në pushtet apo në si kanë projektuar interesat politike. Dhe në këtë aspekt mund të them se kultura kushtetuese tek ne është në tranzicion, gjë që është natyrshme sepse ne nuk mund të presim realizim perfekt të zbatimit të aspiratave dhe vlerave kushtetuese dhe shpeshherë ky ballafaqimi ynë i përditshëm me shkelje kushtetuese diku i mund të duket edhe i pazakontë, unë konsideroj që është i zakonshëm, përjashto këtu rastet kur shkeljet bëhen me qëllime ose motive të përsëritura dhe ato kryesisht politike. Ajo është diçka tjetër, por në kuptim të zhvillimit të demokracisë është krejt normale që ka përplasje mes pushteteve, ka betejë në gjykatën kushtetuese, të cilat shpeshherë pastaj rezultojnë me betejë politike, por që në instancë të fundit ndihmojnë shëndetin e demokracisë, sepse kemi parë që me gjitha vërejtjet që mund të kemi për klasën politike, ekziston një konsenzus të gjithë që sa herë ka vendime ose gjykime gjykata kushtetuese, ato duhet të respektohen dhe kjo është një shembull i mirë, le të themi, në gjithë këto vërejtje që mund të japim. Prandaj në këtë aspekt e ka ndihmuar edhe kulturën politike ose e ka imponuar, le të themi, një kulturë politike të zbatimit të rendit kushtetues, të vlerave kushtetuese, të standardeve europiane mbi të cilat është organizuar dhe qëndron vendi ynë. Prandaj gjykata kushtetuese ka pasur, le të themi, një rol ndihmues në etablimin e disa standardeve në shoqërinë tonë, veçanërisht në klasën politike, të respektimit dhe zbatimit të vlerave kushtetuese dhe standardeve kushtetuese. Apo sfidohet kushtetuta? Sigurisht po sfidohet kushtetuta, ndonjëherë me të drejtë ose pa të drejtë, mirë, por rendi ynë kushtetues është i tillë që, siç e thash pak më herët, nga që e kufizon pushtetin politik dhe le të themi përkufizon në mënyrë të qartë ndarjen e pushteteve, këto janë përpjekje të dëshpëruara të cilat shpeshherë edhe kanë rezultuar si shkelje kushtetuese, por që klasa politike do të mësohet në radhë të parë të kuptojë dhe lexojë këto gjykime drejt, jo në varësi të pozicioneve politike. Ju mendoni që kjo kushtetutë ka disiplinuar ndër vite dhe politikanët? Në fakt koha ka dëshmuar që ka disiplinuar. Shpeshherë klasa politike është gjendur para një shkelje dhe është gjykata kushtetuese që e ka drejtuar procesin dhe pastaj fatmirësisht klasa politike e ka zbatuar ato gjykime, rrjedhimisht është disiplinuar. Por ky disiplinim a duhet të jetë vetëm në nivel, le të themi, ky disiplinim mbi kushtetutën, mbi rendin kushtetues, a duhet apo a ju takon si detyrim vetëm politikanëve apo edhe më gjerë, mendoj që në radhë të parë ne duhet ta rishikojmë në tërësi plan programet e fakulteteve juridike në radhë të parë. Po ashtu edhe një pikë vështrim duhet ta japim nga aspekti i plan programeve dhe kurrikules së Ministrisë së Arsimit, sepse tek ne ekziston një handicap i madh mes asaj çfarë lexohet dhe studiohet në fakultetin juridik dhe asaj çfarë kërkohet në tregun e punës, përjetoj edhe në rastin e njohjes së rendit kushtetues. Prandaj fryma mbi kanë vetë me të vjetën thu. Po unë them se nuk janë përditësuar mjaftueshëm mbi nevojën për të zhvilluar një kulturë. Nuk është e përditësuar.
Po, në fakt, ajo si një aspekt teorik mësohet, studiohet, mirë po, nuk e promovon kulturën e respektit mbi rendin kushtetues. Sepse nëse nuk promovohet në fakultete, nuk mund ta kërkosh mes politikanësh. Prandaj në radhë të parë duhet të punohet në një reformë strukturore, e cila promovon respektin e vlerave që i përmban kushtetuta, që në klasën, le të themi që në shkollën e mesme të ulët, e kështu me radhë. Prandaj nuk mund të presim ndonjë shembull perfekt zbatimit të kushtetutës në një shoqëni ku nuk i kushton shumë rëndësi vlerave mbi të cilat qëndron. Dhe vlerat mbi të cilat qëndron kjo shoqëni është së pari demokracia, është liria e shprehjes, është e drejta e pronës, është ndarja e pushteteve. Dhe kur themi ndarja, duhet ta kuptojmë cili pushtet kë kompetencë ka dhe cilën përgjegjësi ka. Duke mos e kuptuar këtë strukturë, nganjëherë ballafaqohemi me situata kur veprojmë si në bëjmë veprime le të themi të karakterit anarkik, të cilat natyrisht kanë ose rezultojnë me shkelje kushtetuese. Prandaj kur shteti kushton rëndësi edukimit shoqëror, mbi normat, mbi sistemin kushtetues, sepse gjithmonë nuk mund bën as specialist, as njohës të së drejtës kushtetuese, mirë po është detyrim moral dhe shoqëror dhe kombëtar të njihet sistemi i vlerave mbi të cilat jeton ti në atë shoqëri. Dhe unë mendoj që na mungon neve ky aspekt i edukimit edhe formal në shkolla ose universitete, po pastaj edhe aspekti i formësimit të klasës politike si një le themi mbështetëse e madhe e zbatimit të normave kushtetuese, të rendit kushtetues, vlerave dhe standardeve të larta demokratike. Bie fjala ndër të vetmat kushtetuta jone e ka një kapitull, ndër të vetmat kushtetuta në Evropë ka një kapitull të veçantë për lirinë dhe drejtat e njerëzit, siç është e vetmja po ashtu që ka një kapitull të veçantë për lirinë dhe të drejtat e komuniteteve. Prandaj, për të kuptuar konteksti pse ka ardhur deri te ai kapitull i veçantë i komuniteteve dhe nëse zbatimi i përditshëm i atyre aspekteve që promovojnë të drejtat e komuniteteve zbatohet apo nuk zbatohet, duhet të njohur konteksti, si erdhi deri këtu dhe kur e kuptojmë kontekstin, si ka ardhur kushtetuta, duke marrë në konsiderat që janë 12 anekse të Ahtisarit që janë fjalë për fjalë të paraqitura në kushtetutë, atëherë ne duhet ta kuptojmë që edhe konteksti i kësaj kushtetute është i veçantë. Sepse po të ishte që kushtetuta nuk është problem për zhvillimin e vendit. Asnjëherë, përkundazi unë po them që kjo kushtetutë ka dëshmuar dhe po dëshmon që është në shumë raste një hap para kësaj shoqërie, veçanërisht kësaj klase politike. Prandaj do të thotë natyrisht që zhvillimet, diskutimet, vërejtjet mbi interpretimet dhe situatat kushtetuese janë legjitime, mirë po në radhë të parë politikanë, klasa politike duhet të ketë të ndërtojnë një kulturë të edukimit dhe respektit mbi kushtetutën mbi vlerat e saj. Dhe përballë këtyre vlerave, interesat politike të mbesin dorës së dytë. Jo të interpretohet shpeshherë kushtetuta, siç e thash, në varësi të pozicioneve politike, siç ndodh edhe ka ndodhur. Bëjnë interpretime nga mëngjesi në drejt ndarë, politikanët bëjnë secili prej tyre. I kem këto interpretime kushtetuese e marrin ligjin në dorë të tyre. Por në fund, patët keni drejtë se pushtetin demokraci janë të kufizuara. Në dritë të këtij procesi, po them, aktualisht të kollapsuar, se mund dal nga, si më thonë, eklipsi gjithë kjo situatë. Rënit e problemit madh politik datojnë që nga koha e Vlanit Kasolli. Atëherë kur nisi ballafaqimi i dy grupeve të mëdha politike dhe me protesta në rrugë dhe me çdo gjë tjetër që mu manifestua me akte të shëmtuara, si ta them që rënuan, si më thon çdo shpresë. Edhe pse kushtetuta rrëzoi dy president, pat një retorik të ashpër, por fara këtë në fund u detyruan çështën ta çojnë në gjykatë kushtetuese. Bën debat tërkohën kundër gjykatës, por një vlerësim i përgjithshëm është konstatimi i përgjithshëm që vendimet e saj u respektuan në fund. Nuk ka diskutim deri më tani vendimet e këtij institucioni do thotë janë marrë nuk janë kontestuar, do thotë kanë ndikuar në normimin e sjelljes politike, ju kanë nënshtruar aktgjykimeve të saj, por tash unë jam pak më pesimist, është e vërtetë që kanë ndikuar në disiplinimin e skenës politike, por edhe në
Republikën e Kosovës, ashtu edhe si në shumë vendet e tjera të botës, po ndodhin asnjë ndryshime politike që kryesisht për shkak të fuqizimit televizive populiste që kanë një lloj raporti paksa të çuditshëm me rendin kushtetues, sepse ato i referohen gjithmonë më tepër vullnetit popullor, janë shprehje autentike e vullnetit popullor dhe demonstrojnë një lloj përçmimi e indiferencë ndaj rendit kushtetuese legale e tjera. Kështu që lëvizja vetëvendosje unë do ta kategorizoja në këtë drejtim, ajo është shprehje që ti qëndrimi politik problematik në raport me rendin kushtetues. Edhe se çdo krizë ka origjinën e saj, unë pajtona plotësisht me ato që thotë që ajo që është zanafilla e krejt kësaj përplasje ka filluar në vitin 2014 dhe e cila po na shoqëron dhe jemi fut me një lloj rrethi vicios, qoftë në raport me negociatat me Serbinë, ashtu edhe në raport me detyrimet kushtetuese, sepse ne prej 2014 se këndej nuk kemi arritur asgjë të avancojmë në raport me dialogun, për shkak se janë kriju disa tema që janë shndruar në gogol për jetën politike dhe askush nuk ka guxim tash ti zbatoj ato, sepse të gjithë politikanët kanë përfituar në soj të satanizimit të atyre marrëveshjeve që janë bërë, duke përfshi bashkësinë e komunave krye temën e tjera. Ne jemi në çast situatë, jemi përballë aty në detyrimeve në aspektin ndërkombëtar, po foli por edhe në aspektin kushtetues, bilëm para se të vija këtu isha duke u marrë me një temë paksa duke të çuditshme, por duke shkruar një artikull që thamë që vetëvendosja është kundër që ta ketë krye parlamentarin prej partisë saj. Nëse është politikisht mënyra se si është propozuar, politikisht është kundër, për shkak sepse duke filluar prej 2014 ajo është vetëvendosja e cila asnjëherë nuk i ka qëndru lojale thirrjeve të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Përkundrazi e ka satanizuar atë aktgjykim duke e konsideruar si instrument të ish pushteteve për ta mirëmbajtur dominimin e tyre mbi shoqëri. Është Kadri Veseli, kush kanë qenë krye parlamentar, asnjëri prej krye parlamentarëve, madje edhe para se aktgjykimit të gjykatës nuk u votua, edhe përkundër thirrjeve të 2017. Edhe në 2014 edhe në 2017, edhe përkundër thirrjeve të gjykatës gjykatës kushtetuese të aktgjykimit të saj që e drejta e propozimit për krye parlamentari takon partisë fituese të zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje ishte treguar shpërfillse ndaj këtyre detyrimeve dhe në një farë mënyrë ajo i ka çliruar ato forca politike në shoqëri që tashmë po i rikthehen në bumerang. Do tash është nonsens logjik, është disonancë juridike ti me prit që dikush tjetër mos me vepru në qatë mënyrë ti qysh në mënyrë konstante i ki kundërshtu. Votojnë ose shkojmë në zgjedhje bëjmë. Votojmë, tash kjo është qendrim politik. Unë nuk duhet jap rekomandime politike se si duhet të sillen subjektet politike. Ato i bëjnë kalkulimet e tyre, është mënyra e tyre se si e shohin cili është skenari më profitabel për tyre, por në rastin konkret do të ishte humbje e madhe nëse i nënshtrohen këtij shantazhi politik. Asnjë kryeparlamentar, edhe përkundër asnjë kryeparlamentar deri sot, edhe përkundër thirrjes së qartë aktgjykimit të gjykatës kushtetuese nuk është zgjedh pa kompromis politik. Çka po don vetëvendosja sot? Po thotë që neve na takon në aspektin ligjor kjo e drejtë, duke refuzuar kompromisin politik, duke refuzuar marrëveshjen politike. Do të thotë po bën thirrje të veprohet në të kundërtën e asaj që ajo e ka promovuar në mënyrë të vazhdueshme. Kështu që këtu në shon njërin prej arsyeve të kësaj krize edhe politike në cilën ndodhemi për shkak të standardeve të dy fishta që ka operuar e ka vepruar partia në pushtet, duke u bë thirrje tjerëve që të sillen në mënyrë jo sikur ajo që është sjellur, po ti tash në jetën politike nuk mundesh me pritë dikush më pas konsiderata në këtë drejtim. Duket befasuese të kërkoj vetëvendosja të respektohet kushtet. Po jo, hipokrizi është kjo. Nuk është befasuese, është hipokrizi. Këtë betejë e saj politike ka qenë se si të minohen deri më tani zbatimi atyre vendimeve, ndërkohë kur tash kërkon të përfitoj maksimalisht politik, që ti ketë maksimalisht në aspektin politik, që ti ketë gjitha pozitat për vete, atëherë i rikthehet detyrimeve kushtetuese. Kështu janë një lloj hipokrizie politike e që është njëri prej shkaktarëve kryesor të kësaj krize që jemi edhe që mjerësh sipas bindjes time do të na shoqërojë, do të na përcjell gjatë viteve në vazhdim. Mos në këtë rast
mund të kalohet kjo sfidë, por do të shfaqen sfida tjera që përsëri do të kemi të lashe të kësaj natyre. Në fundi, siç thotë një mendimtar gjerman me Sadiun, thotë ndryshimet politike ndodhin për 5 vjet, ndryshimet ekonomike për 15, por ato kulturore duhet të shkojnë 60 vjet që të finalizohen e të përputhen me ndryshimet politike. Kështu jemi në një lloj situate hibride në raport. Kemi politikisht e kemi ndërtuar një sistem adaptabil me vlerat perëndimore, me thirrje për ndarje të pushteteve, por në aspektin e kulturës politike ende nuk po mund të përshtatemi plotësisht me këtë kornizë për arsye të kalkulimeve për përfitime grupore. Është domethënë ky raport partizan, po quaj raport partijak, që ndërtohet me rendin kushtetues që e formson zanafillën e kësaj krize dhe pandryshim të këtij qëndrimi që duhet jetë kolektiv. Krizat të tilla do të na shfaqen dhe episodet të tilla do të na shfaqen në mënyrë të vazhdueshme. Avokati Fetalla e bëri një ezaurim nga të përgjithë të plot, nëse mund ta them, nga ajo se si ka filluar të ndërtohet gjithë procesi, si ka nisur, si ka evoluar dhe ku jemi sot, po. Ne kemi parë edhe betejat që i ka zhvilluar zoti Fetalla në aspektin juridik, domthonë është e vërtetë që ato janë pranuar, mirë po janë shoqëruar me sulme politike, pikërisht ndaj gjykatës kushtetuese, me sulme politike. Ne kemi pas deklarime të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, të zëvendëskrimi, deklarime brutale janë ato. Do thotë i bëj thirrje gjykatës kushtetuese të marrë pjesë në zgjedhje. Në cilin vend botës, në cilin demokraci normale politike kryeministri bën deklarime të këtilla. Ato janë sulme verbale, mos harro, diskursi e përcakton edhe veprimin në një farë mënyre. Ndikon krijon opinion publik. Po krijon opinion publik, i ushqen militantët me këtë narracion. Cilin vend normal demokratike politik kryeministri e vetës luksin e atill pa ofru, mbeso, unë jam i thtar që zhvillohet diskutimi akademik, që poezojmë lëvizjave të vendosje, ekspertët e saj, t'i ofronin opinionit publik, argumente se ku ka gabu gjykata kushtetuese, ku ka shkel këtë parim, këtë norm, këtë asi. Por posa kumtueshin rezultatet e kjo punë bëhet brenda gjykatës aty, po edhe gjykatës po opinionet japin, po edhe partia le ta ketë. Dëgjoj, po edhe partia le ta ketë grupet e saj profesionale, sepse kjo i kontribon avancimit, po edhe në gjykatë, po edhe në opinionin publik. Edhe në opinionin publik gjyqi nuk Jo, dëgjoj, ta shqarsoj situatën. Unë do të isha i lumtur që po e zom subjekti politik që i ka humbur disa prej betejave të saj kushtetuese në opinionin publik, sikur të prezantonte studime dhe gjetëra të saj pse po e zonë gjykata kushtetuese nuk është treguar korrekt në përputhje me normat po se kanë qëllimin aty o ka solde. Po asnjërin prej këtyre, veç me sulme brutale politike, domethënë ajo është vetëm mi ushqy militantët, mi ushqy elektoratin ndaj një instancë e cila nuk mund të zhvillojë betejë politike. Kjo nuk është e rastishme. Nëse gjykata kushtetuese nuk zhvillon betejë politike, ajo ka detyrim veç ata merren veç me kontrollin e kushtetueshmërisë së vendimmarrjes. Këto janë disa prej shkaqeve madhore që kanë ndikuar në këtë situatë që po na shoqëron. Mjerisht unë jam pesimist që është shumë vështirë të dalim prej këtij rrethi vicioz edhe gjatë viteve në vim. Shto edhe një fakt tjetër, kohën e fundit në kaluamën është demonstruar edhe një lloj disiplinimi më i madh për shkak edhe të një prezencë më të madhe të faktorit ndërkombëtar në kornizimin e sjelljes politike. Sot e kemi edhe faktorin ndërkombëtar që është se i heshtur bën thirrje që të krijohen institucione. Tani do dalim atë. Po okej, mund të tani do dalim atë. Po flet në aspektin e kem Fetallën këtu që në gjithë të 5 vite e ka ndarë një eksperiencë sistematike aktive, duke plot raste në gjykatën kushtetuese, me bindje ke bërë se ka pas shkel, jo vetëm se ta supozoj keni mund të merrni sugjerime ose dikur se ju e bëni punën e këshuni frymën e germet ligjet e kështu me radhë. Ka qenë problem egoja e këtyre politikanëve, faton, si ke pa gjithë të 5 vite, apo nuk kanë ditë bëjnë ligje këta, që është puna? Ndoshta dy atë së bashku. Në radhë të parë mungesa e përvojës, ekspertizës në hartimin e ligjeve, po mbi të gjitha, çësia e cila është bazuar kryesisht, siç e tha zoti Kasolli, në një standard që ne jemi të votuar nga populli dhe vetëm populli të japin përgjegjësi, dhe nëse kushtetuta na çan ka pengesë,
ne nuk e përfillim ose zbatojmë kushtetutën. Në rastin konkret ka pasur edhe premtime elektorale të pazbatueshme. Dhe natyrisht që kanë rezultuar pastaj me ligje të caktuara, të cilat si të tilla dhe janë anuluar nga gjykata kushtetuese. Këto 5 vite çfarë ka karakterizuar, le të themi? Na ndonin në copë eksperiencë interesante nga gjithë këto 5 vite rastet, po them që keni quar në gjykatë kushtetuese. Çka konstatojnë këto raste? Po tani ndoshta janë 29 raste të cilat i kam hartuar dhe parashtruar në cilësi të përfaqësues të autorizuar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe ka pasur edhe fatin edhe privilegje që t'u theq këto betejë në gjykatën kushtetuese, dhe nga këto betejë edhe 20 të tilla presin vendimarrjen e gjykatës kushtetuese, po dhe ndërto natyrisht që janë ligje shumë të rëndësishme. Është kryebeteja e kësaj qeverie në fushën e ekonomisë, që është fondi sovran. Është një betejë po aq e rëndësishme në raport me mediat dhe me demokracinë në Kosovë, që është ligji për KPM-n, për Komisionin e Pavarur të Mediave. Po ashtu është i ridërguar nga ana jonë edhe ligji për Këshillin Prokurorial. Vendimarrjen për të cilin ende e presim nga gjykata, dhe janë këto ligjet e, nëse s'gaboj seancës e 5 dhjetor 2020, kur në 16 ligje të miratuara, në 5 seanca, brenda 5 orësh të gjitha, shkelen procedurën e miratimit të tyre, dhe natyrisht të gjitha i kemi dërguar me pretendimet për shkeljet procedurale të kushtetutës dhe të rregullore së punës së kuvendit, me përjashtim këtu të ligjit për byroun e konfiskimit, të cilin e kemi ridërguar edhe një herë, pasi qeveria u tregua shpërfillse në zbatimin e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, një prej aktgjykimeve më voluminoze që ka nxjerrë gjykata. Është mbi 200 faqe aktgjykim. Mund të them se me qenë se ma bëhet pyetjen cila ka qenë sfida ose betejë pak më e veçantë, mund ta cilësoj ndoshta byroun e konfiskimit pasurisë. Një ligj i cili as pak politikisht i lehtë për të trajtuar në opinionin publik, sepse narracioni saktësisht narracioni politike publik me rekuzimin e madh, narracioni politik i pushtetit në atë kohë ka qenë kryesisht identik gati me ato të partizanëve pas luftës së dytë botërore. Ne po i rikthehemi ta vendosim drejtsinë popullore në. Dhe në fakt jo vetëm që ishte premtimi kryesor në fushat, por edhe ju kujtohet në marsin e vitit 2021. Me 22 mars u miratua qeveria, dhe atë muajin e parë, mars-prill, qeveria shile sikur nuk po e kupton dot, as nuk po i gjan zyret e qeverisë, zyret e saj. Dhe nuk ishte asnjë zhvillim tjetër. Dhe befas në javën e tretë nxorën e miratuan koncept dokumentin, që është një lloj politike, e cila e dëshmon ose e tregon qëllimin për hartimin e një ligji ose jo. Dhe pse duhet të miratohet ligji si i tillë, ose tani kur e miratuan ligjin për byroun për konfiskimin e pasurisë, natyrisht me një mënyrë të me kundërshtova me 3 opinione publike, në një medium publike, dhe thashë koncept dokumenti është kundër kushtetues, dhe i thash arsyet aty, do të thotë në javën e parë të miratimit të atij koncept dokumenti. Dhe në fakt në procesin e kundërshtimit të koncept dokumenti pastaj sulmuar shumë foton? Sigurisht që po, por unë nuk kam pas ndonjë le të themi pengesë në trajtimin korrekt. Influencuar nga disponimi absolutisht për ta parë frymën dhe gerdhin. Absolutisht jo, dhe pastaj rezultoi kjo me miratimin e ligjit për byro, dhe ligji u proklamua si shpëtimi kombëtar në fushën e së drejtës. Nuk ishte e lehtë, ju them të drejtën, edhe për deputetët, sepse shumica e deputetëve as nuk e kanë konsultuar për mbajtjen e atij ligjit, deputetët PDK-s, sepse e shihnin me përçmim një çast të tillë. Milemadi ka pas zëra që thonin që pse le të bëhet edhe ky ligj, pse jo? Sepse ligji u servua si një lloj shantazhi për opozitën, por që në fakt opozita nuk e ndjeu ashtu. Mirë, po megjithatë e ndoqën këshillën dhe sugjerimin tim, veçanërisht në rastin konkret, në radh parë kryetari i grupit parlamentar, me cilin edhe konsultohemi për çështje të tilla, dhe pastaj edhe grupi parlamentar, të cilat ma dhanë besimin se në mes të një iniciative ligjore që në thelb përmbante shantazhin politik ndaj kundërshtarëve politik dhe në mes të zbatimit të kushtetutës,
ne duhet ta ndjekim këtë fundit. Dhe fatmirësisht e dërguam në gjykatën kushtetuese, nuk ishte as pak popullore ajo te. Jo, nuk ka qenë. Mirë po, ende nuk është. edhe kur kam Edhe akademik Recep Qosja ka reaguar. Merë me mend Deku ka shkue influenca. Gjë që unë e kum kundërshtu në atë kohë, kush e ka lexuar një shkrim timin ndaj sjelljes së Qosjes në raport me rendin kushtetues. Ishte i veçantë është. Ishte e veçantë sinizmi sepse t'ju them të drejtën, nuk po du tash ta mbivlerësoj punën time, asa nuk e kam këtë qëllim. Po dua ta shoh, ta transmetoj një realitet që e kam ndjer. Kam qenë i vetmuar në këtë betejë, sepse as shoqëria civile nuk e kundërshtonte. As mediat nuk e kundërshtonin. Madje kolegët e mi të profesionit më thonë ku po i gjenti, ku po i sheh atë shkelje. Po në fund ai ligj rezultoi jo vetëm në 4-5 nenet të cilat ne i patëm parashtruar si kundërkushtetuesi, i patëm pretenduar, jo vetëm që rezultoi me konstatimet e sakta që të njëjtat janë kundërkushtetuese, por nga që të njëjtat ishin të karakterit vital të ligjit, gjykata e anulloi ligjin në tërësi. Prandaj ky ishte lehtësimi im, natyrisht s'ka qenë e lehtë sepse dikush mendonte se kjo po bëhet për qëllime të shpëtimit të opozitës, nuk ishte ky qëllimi. Opozita madje ka pas. Ju keni bërë vetë me sistem tuaj në këtu ka shkelje, keni bërë ekzaminim. Po tani si rregullun e bëj analizën time dhe e prezantoj. Po. E prezantoj se ku Nuk i ka shkelje. influencuar askush. Jo, absolutisht. Ka raste edhe për publikun, po. Absolutisht kur asnjëherë. Po nuk e lejon edhe standardi profesionit tim, unë ka pasur raste dhe më të afroj dëshmi dhe shembull. Po sepse vetëvendosja ka insistuar gjithë që partitë pe kontrollojnë gjykatën kushtetuese, andej regjimi i vjetër siç tha afrime tjera. Të them të drejtën, të them të drejtën këtë proces unë kam zhvilluar në aspektin medial. Po themi si i vetëm, kam marrë pjesë në emisione, duke mbrojtur pikpamjet e mia, edhe kur është miratuar koncept dokumenti, 5 vite më parë tash i vjen, 2021, 4 vite më parë, po do kur është miratuar ligji, kam marrë pjesë në debate dhe asnjëherë argumentet e mia, le të themi, nuk i kam vlerësuar në atë se si po i sheh ky politikon ose si po i sheh ai politikon. Unë kam konsideruar kam pa edhe brenda PDK-s, se mund të sigurisht nuk e di. Brenda LDK-s, brenda AK-s, brenda gjithë. Po në pikpamjen time, që ta jem i qartë për edhe shikuesit, në pikpamjen time ligji për byron në konfiskimit e pasurisë në instancë të fundit nxiste dhe promovonte luftën civile në Kosovë. Luftën civile thu. Po, luftën civile në Kosovë sepse në mënyrë të zhveshur nga drejta e pronës. Qytetari i Kosovës i cili vetëm rastisht ka ndodhur që ta ketë një kushërinë në institucione dhe i cili mund të jetë subjekt i hetimit të i vlerësimit e verifikimit të pasurisë vetëm pse në kushëri i tij para 10 vitesh ka qenë në një pozitë të caktuar politike ose publike, sepse mos harrojmë, ligji ka qenë edhe absurd, sepse nga njëra anë e kishte si kërkesë vendin e parapërgjithësisë së klasës politike, nga ana tjetër brenda fushveprimit të tij i futi të gjithë familjarët. Të gjithë zyrtarët që merren pak nga shteti që nuk kuptonin edhe më simdhënësin atje në fshat, edhe doktorin, edhe infermierin, edhe mjekun, edhe zjarfiksin. Po ti nëse ki betejën me politikanët, urno, bëj një ligj kushtetues edhe përgjithësia në demokraci është individuale, nëse ligji se konstaton ndryshe. Jo, po duhet të them që në thotë qëllimisht një ligj i tillë e ka shtyrë një gamë të gjerë të zyrtarëve shtetëror si aktor potencial për t'u verifikuar pasuria, që ligjet bëhet i pasbatueshëm, sepse natyrisht që ata as nuk e kanë pasur idenë që një proces i tillë i vlerësimit dhe hetimit të pasurisë nuk ndodh as gjëkundën e për Europë. Dhe kanë marrë rastin e Bullgarisë si referencë e dështuar ku gjykata kushtetuese dhe gjykata e Strasburgut gjatë këtij procesi sa ka qenë rasti në gjykatë kushtetuese veç se e konfirmoi ligjin e tyre kushtetues. Ndërkohë që ata, po saktësisht dhe ndërkohë që ata e afirmonin si një praktikë të mirë për të zbatuar. Tani çështja e organizimit të asaj trupe të brendshme e përfshin avokatin e popullit aty brenda, ndërkohë që avokati i popullit me mision kushtetues ka mbrojtjen e lirive të drejtave të njerëzit, ata e nxorën në vendimarrjen dhe në udhëheqjen e këtij institucioni. Pra shkelet ishin fetohu, qëllimisht të punë, ju thoni që nëse ka pasur ligji motivacion që të ndërtoj shtratën në një luftë civile, sepse zhveshi kishte qëllim të zhveshte nga drejta pronës së cilën apo. Saktësisht. Nëse e kanë projektuar kështu,
është e pazakon të themi se nuk e kanë ditur se ç'po bëjnë, apo jo? Po, nga shumica e nismave ligjore të cilat le të themi janë kontestuar në gjykatën kushtetuese, unë besoj që Byroja e konfiskimit të pasurisë, ligji për byron është bërë në funksion të qëllimeve politike, ndoshta me vetëdije se ligji qartazi është përputhje me kushtetutën. Por për tu shpëlar para votuesve, të i kanë votuar e që e kanë marrë votën në emër dhe në emër të hartimit dhe ndërtimit e një institucioni të tillë, sepse qytetarët janë laik dhe nuk e kuptojnë për masat e dëmit ose për masat e shkeljeve që mund të pasojnë nga një ligj i caktuar, konsekwencat që thoni ju. Ata e kanë bërë një ligj të tillë vetëm për tu viktimizuar, për të nxjerrë pengesë tani gjykatën kushtetuese opozitën, sepse nuk po lejojnë këta ta bëjmë një ligj të tillë, ndërkohë që asnjëherë, siç e tha dhe zoti Kasolli, nuk e morën mundin që të më sfidojnë mua, nëse unë jam parashtrues i rastit. Ju kanë sfiduar ndonjëherë juve? Asnjëherë. Në aspektin profesional. Profesional. Jo, asnjëherë. A e keni ftuar ndonjëherë në debate? 10 si herë. Zonin Haxhiu, të tjerët, që të ballafaqohen me Shiko, argumenta. Zoni Haxhiu nuk është në nivelin tim për të trajtuar këtë temë. Jo? Ajo është politikane. Unë të thotë në këtë pikpamje, unë pres nga ekspertët e saj të vinë më kundërbalancojnë pikpamjet e mia. Po deshti të vinte Zoni Haxhiu me Po nuk është ajo në nivelin tim të diskutimit. Tani unë s'po du ta as në vlerësoj as në çmoj. Po nuk është në kuptimin e proceseve të tilla, nuk kupton. Veçse si as ti në politik. Jo, nuk jam. Je profesionist. Unë mendoj që këtu radha ose rendi i gjerave ka qenë që të prezantohet një nismë të tillë, të argumentohet në pikpamje profesionale pse është e qëndrueshme, të shtrohen kundër argumentet tona pse është e paqëndrueshme, dhe në fund të fundit të vlerësohet nga profesionistët, nga media, nga shoqëria civile, e në fund të fundit edhe nga gjykata kushtetuese. Po një gjë të tillë asnjëherë nuk e bën. E morën në gjykimin e gjykatës, e goditën brutalisht fatkeqësisht gjykatën për ta shpërlar veten që ka një fajtor, pse ne 4 vota ishin për, 5 në fakt 5 për, 4 kundër. Në fakt shumë mirë që e ngrite këtë çështje sepse nuk e di nëse po i referohem sepse deklarimeve publike sepse është vetëm përpjekje për alibi. Po saktësisht. Me lejoni ta sqaroj sepse nuk e di nëse kam pasur rast ndonjëherë publikisht ta sqaroj këtë çështjen e gjetjes së alibit që thoni ju për sa i përket mënyrës së vendimarrjes së gjykatës kushtetuese në raport me këtë ligj. Në radhë të parë, do ta sqarojmë, i njëjti akt gjykimi në dispozitivin e tij e përcakton në mënyrë të qartë se gjykata një zëri pa të gjithë së bashku pa asnjë dallim. Ishin të mendimit se në vërejtjet që ngritem ne, në përkatëse të ligjit, ishin shpërputhje me kushtetutën, pra nuk ishte aty mendime mos pajtuese ose mendime, të gjithë ishin një zëri. Mirë po, dilema e gjyqtarëve ishte nëse ligjin ta rrëzojnë pjesërisht apo në tërësi. Këtë dallimi është radikal, nuk ishte çështja këtu nëse të dëruar çikues për ballsharrimin për atë parë, as këtë ne nuk e kem është i njëjti rast sikur manipulimi që është zhvilluar me ligjin për çmimet tavan. Në fund dolën zyrtarë gjykatës treguan ku i kanë vërejtjet, ndërkohë ekzekutivi qëllimisht e ka fshehur arsyeën ose se ka ditë ose qëllimisht e ka fshehur arsyeën e vërejtjeve kushtetuese ndaj atij ligji. Pikërisht për ta ushqyer opinionin me konceptin e drejtësisë popullore e kësaj sociale. Interesant. Jo, ka qenë vërtet, por pastaj unë s'kam reaguar sepse s'doja të hyja në pjesën e edhe 20 çështje presin për të trajtuar në gjykatë. Po, 16 në procedurë, 4 të tjera janë edhe në përmbajtje. Një nga ligjet po ashtu, nëse më lejohet. Një nga ligjet po ashtu të rëndësishme që ka qenë për kulturën kushtetuese kena temën i karakterit kardinal për pikërisht kulturën kushtetuese, ka qenë edhe ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Dhe ky ligj, përmes këtij ligji, fillimisht u propozua që të zvoglohej numri i anëtarëve të Këshillit Prokurorial për shikuesit Këshilli Prokurorial një institucion i pavarur kushtetues, i cili merret me administrimin, udhëheqjen e prokurorive, merret me propozimin e
prokurorëve, propozimi për emërim, propozimi për shkarkim, transferimin, degradimin, pra menaxhimin e tërësishëm të sistemit prokuroral, dhe Këshilli Prokuror nuk ka as kompetencë, as përgjegjësi në menaxhimin e lëndëve penale. Sepse ajo është përgjegjësi vetëm e prokurorëve. Sidoqë të jetë, në institucion e tillë është i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Dhe në bazë edhe të kushtetutës, pastaj gjykimeve plotësuese në raste të ndryshme, gjykata e trajtoi Këshillin Prokurorial si një institucion të pavarur, i cili nuk mund të i nënshtrohet, le themi, betejave politike ose publike rreth asaj se Ministria e Drejtësisë duhet të ketë ndikim në vendimarrjen e tij apo nuk duhet të ketë ndikim. Tani kur u propozua reduktimi i numrit të anëtarëve të Këshillit, ishte interesant sepse nga 13 anëtarë sa i ka tani, u propozuan në 7 anëtarë. Mirë po, nga këta 7 anëtarë... Po sëri e propozuan liderin e tyre, po. Tani herën e dytë. Po, në herën e parë, kur i propozuan 7 anëtarë, çfarë bën? Do të bën që 2 anëtarët jo prokuror, të cilët i zgjedhte, ose është propozuar që t'i zgjedh Kuvendi i Kosovës, do ta kishin votën vendimtare në Këshill. Meqense ata thonin në ligjin e tyre që pa pjesëmarrjen e anëtarëve jo politik në Këshill nuk mund të ketë as një vendim, as quorum të mbledhjes, as vendim për emërimin, shkarkimin, praktikisht politika merrte rolin e Këshillit e pavarur. Pa votën e tyre. Pa votën e tyre nuk do të kishte më asnjë vendim. Madje asnjë mbledhje, lëre më vendim. E si do të mbyllim syt ne përballë një shkelit të tillë, nëse qëndrojmë për mbrojtjen e këtij rendi, do të qëndrojmë qoftë me një faturë politike që na vjen prapa. Dhe unë për këtë, sinqerisht, natyrisht këtë merit e atribuoj në vullnetin politik të deputetëve të legislaturës së kaluar, të cilët natyrisht edhe për shkak të vlerësimit dhe respektit ndaj meje asnjëherë nuk e kanë vënë në dyshim çështjen kur e kam ngritur një vlerësim për një rast të tillë në gjykatën kushtetuese, asnjëherë nuk e kam ngritur çështjen nëse e ka një faturë politike prapa, po ishin të gjithë në kryerje të detyrës siç e kanë dhënë betimin. Ky betimi që u dha para disa ditësh. Dhe betimi është të mbrojtë kushtetuta. Nëse ti qëndron për mbrojtjen e kushtetues, do të thotë mund të ketë edhe konsekwenca prapa ndonjëherë me raste, por në fund të fundit do të fitoj ai i cili e mbron kushtetutën. Kështu që ishin betejë të rëndësishme, të cilat e përcaktuan edhe fushveprimin e politikbërjes pastaj. Deri ku mund të shkojë politika me bërjen e ligjeve, sepse ndoshta zoti Kasolli e dinë edhe për shkak të përvojës së tij edhe në fushën teorike, kjo e drejta e gjykatës kushtetuese për të anuluar ligjet shpeshherë nxit debat. Nëse ligjin që miraton kuvendi ka të drejtë një trup me 9 anëtar ta anulojnë në tërësi. Ky është debati i cili në Amerikë në vitin 1807 është trajtuar. Jo, edhe sot është ka një debat i tillë ndërmjet administratës aktuale dhe vendimarrjet, mirë, po çështja e anulimit të ligjeve ishte çështje problematike dhe se po e mohon vullnetin politik. Po e mohon vullnetin politik. Kush janë ju gjyqtarët që të na mohoni vullnetin politik? Dhe këto debate fatmirësisht në shoqëritë perëndimore janë kaluar herët. Në Amerikë është rasti i New York Marbury Madison, ku gjykata suprema atëherë anulon një ligj dhe për herë të parë vendos praktikën që gjykata mund të anulojë ligjet kur janë në shpërputhje me kushtetutën. Prandaj derisa demokracitë perëndimore kanë përfunduar këtë debat 200 vite më parë, kush jemi ne që e kontestojmë? A kuptoni? Prandaj është natyrisht, jo rastësisht, përgjegjësitë kushtetuese tani që i ka gjykata e kushtetuese janë të atilla që të kontrollojnë, interpretojnë e kushtetutën dhe të kontrollojnë mënyrën e të ushtruarit të pushteteve, ndërthurjen e tyre të balancuara, të ndara që të mos e mbizetrojnë njëra tjetrën. Në fakt kjo është edhe një pyetje kapitale se mbi cilën është e hershme është në aspektin teorik që e përmendi avokati, është pyetja themelore është se kush duhet të sundoj. A sundon populli, a sundon kush sundon, a sundon ky, a sundon. Në fakt mendoj që gjyqësia kushtetuese e tradita konstitucionale ka dhënë zgjidhje këtij problemi. Kjo fillon kësaj dileme, as nuk sundon populli. Po as nuk sundon populli, as është sundojnë ligjet. Për shkak puna bëjmë thirrje për sundim të ligjit, por
është fryma e ligjeve prej shekulli 17 tek ne, që jo pa betejë, jo brenda natës, jo pa tensione, jo pa luftë politike, ka ardhur mirë, po shoqëritë perëndimore me cilën na kemi aspirat për më bë pjesë e tyre, kanë shku në drejtim që me kanalizu procesin që është fryma e ligjeve, është ligji ai që sundon dhe nuk ka asnjë autoritet që mundet më thirr në emrin e drejtësisë popullore për me vepruar në kolizion me general ka solli me premtime. Po jo, tash kjo dilema është kanë dhënë premtime të mëdha. Po, dilema është kundrejt një regjimi sikur të ishte Serbia në Kosovë pas luftës. Jo, dilema kryesore politike që politikisht dilema se shtrove dhe një pyetje, as kanë ditë apo është çështje ego? Dëgjoj, jo, unë mendoj legjitime, çush është mundun pa fund shkele me bë. Jo, unë mendoj se ata shkele mund bëjnë. Po, dëgjoj. Se nuk janë eksperta kushtetues, por apo i bëjnë qëllimshëm apo pse nuk dinë. Jo, se është do të thonë unë mendoj, sipas bindjes time, është motivi politik i cili ka rezultuar në këtë lloj përplasje për shkak se edhe në fundit nëse ata që e kanë fituar legitimitetin, nuk është të thonë që të jenë juristat më të mirë, që të jenë ekspert më të mirë, por mund t'i kontraktojnë njerëzit të cilët mund t'i kontraktojnë njerëzit të cilët ju ndihmojnë që pikë për pikë ligji të shkruhet në harmoni, në përputhje me tërsinë e rendit të kushtetues në një shoqëri, sepse ky rend është na ose po bëjmë konsensus e pendrojmë këtë rend, po si që përmendi prej fillimit avokati, ky e ka një histori, e ka një trashëgimi, po peshem, e ka një histori, e ka një trashëgimi, është produkti një konjunkture të caktuar i cili e ka mundsuar për marrë deri te shteti i Kosovës. Që nëse i him kësaj aventure për me shemb këtë rend, nuk dihet çfarë pasoja. Po Republikën e Re? Po, për ta bërë Republikë, po premtim elektoral Republika e Tretë ka qenë, kështu që po jo Republikë, po jo, ne tash duhet të jemi të sinqert në këtë drejtim. Premtim elektoral ka qenë Republika e Tretë. Edhe Republika e Tretë nuk bëhet pa të kaluar që të farë lloj kryengritje. Një lloj kryengritje thuaj çysh dush mund ta definojmë. Në këtë drejtim, do thotë nuk ka qenë problem edhe të harmonizohen ligjet në përputhje me çet infrastrukturë institucionale, juridike, kushtetuese që dominon. Sepse veç në këtë mënyrë vetëm rekrutohen njerëzit profesionale dhe ligji shkruhet pikë për pikë, presje për presje me. Po i ndëgjuan profesionistët nuk e rregjur po them profesionistët sikurse avokati Fatoni, këta e shohin frymën e germës dhe të ligjit. Cili ligj po e ngacmon kapitullin 2 që lidhet me drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Sepse në këtë pjesë besoj i keni identifikuar e ke bërë ekzaminimin dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm, po. Po e kemi ndëgjoj ata kontradiktat që kanë spikat këtë drejtim. Ne kemi pas për shembull edhe te argumenti te raporti me Verion. Vazhdimisht kur kryeministrit Kurti i është thonë që do thotë zgjidhja politike që është bërë me kryetar të aktual nuk është legjitime, ka thonë po është legale. Atje është ka pas argumentit legal, edhe pse mungon elementi i legitimitetit qytetar, ndërkohë këtu kur është sfidu me argumente legale ka thonë unë kam legitimitet popullor për me shty këtë kauzë. Unë mendoj që këto standarde që i ka përdorur apo kupton e nxjerrin sipërfaqe që arsyen e kretë inkoherencës së tij në raport me tërsinë e rendit kushtetues, sepse për një pjesë ka përdorur argumente legale, për pjesën tjetër ka përdorur argumente legjitime në raport me sistemin. Duket se edhe shoqëria keni parë indiferencë shoqërisë të intelektualëve, të profesionistëve nga gjithë kjo betejë politike, nuk kanë qenë të shpesh zërat profesionist, avokat fetao, që të jemi të qartë. Mediat ishin ato që mbase përmes studieve televizive me aq kapacitet që kishim e që kem, jo të plot natyrisht për të bërë interpretim taksativ në rregull të ligjit, por duke që një pjesë e madhe e shoqërisë ishte në xhum. Po natyrisht nuk presim. Ishte në influencën e frikës të dhe ka të bëjë me presionin politik që e kanë shkaktuar temat të këtilla, po. Natyrisht nuk është e pritshme që shoqëria të përfshirë në debate të tilla, shoqëria e gjerë, sepse njerëzit janë profesionist po flas. Por që temat e tilla të mbesin në hijen e narracioneve politike është e pafalshme për një shoqëri. Të mos reagoj. Forumet profesionale siç janë katedrat e të drejtës kushtetuese, të mos reagojnë Akademia e Shkencave, të mos reagon shoqëria civile, ekipet e specializuar dhe
ndoshta deri diku edhe media, pjesërisht edhe media, sepse çdo kundërreagim ndaj nismave të tilla kishte pasojën prapa që të identifikimit ti je me atë, ti je me këtë. Harroi domthonë thelbi i debatit. Fatkeqësisht të betejave veçanërisht e Beros mund të them se kam qenë i vetmuar. Me përjashtim të vullnetit politik që është vendimtar në rastin konkret të deputetëve. Nuk kam pas të kolegë profesionet që më kanë thënë pse po e bën. A e din që ti po del si mbrojtës i strukturave oligarkisë, unë thotë as nuk i merri, as nuk i përfildi ato, thotë sepse e kam vërejtur që qëllimi për ta mbrojtur kushtetutën shumë më i madh nga sa mund ta kemi pasoj unë apo dikush tjetër. Ka pas nga ata që më kanë thonë ku po i sheh ato shkelje kushtetuese. Mirë, po tani natyra e çështjeve është komplekse dhe natyrisht është çështje të holla profesionale. Mirë, po në parim, në princip, kur përsëritet një shkelje, bëhet e dyta, bëhet e tretë, të paktën duhet të ketë një vetëdijsim të këtyre forumeve dhe një lloj fushate për mirëpritjen e vendimeve të gjykatës dhe të zbatimit të... Se kam praktikë për këtë debatin publik. Po nuk është arsye politike, kjo është për shkak se u pajtona është çështje sensitive, se në fund megjithatë po tani profesionistët duhet të flasin. Po duhet të flasin po ne intelektuali nuk matet vetëm për libra, po edhe për guzim publik për fol. Ja, unë tash s'po di të vetit kredenciale, po në këtë drejtim kanë qenë ndoshta i vetmi që unë nuk jam unë që të mos hetohen abuzimet, që të mos hetohen keqpërdërimet që kanë ndodhur. Po në rastin konkret ndoshta para sa kam pas mundësi kam qenë ndër të paktit e të vetmit që jem konsolidar me këto vendime të gjykatës kushtetuese dhe, më thonë, humbja do të jetë më e madhe nëse futemi në çet proces të kontestimit të çtyre normave që ti rendi kushtetues. Përgjithësi kanë dhënë hapësirë këtij mendimi Kasolli. Tu i kërku llogaridhënie qeverisë, mbase edhe zëra kritik. Jo, ideja është se këtu është tash suksesi politik i lëvizjes vetëvendosje. Po e shtin thojza, suksesi sepse ajo arriti me imponu në racionin që o je me abuzimet në kalumen që ka ndodhur, o je me rekuizimin e pasurisë së tyre. Kjo ishte ndarja e madhe shoqërore. Dhe kjo tash krijon pak hapësirë. Edhe opozita drejtjeshme ishte po opozita u sfidu, opozita pa ishte në frikën e pajustifikueshme të presioneve politike. Tani aty janë për të bërë betejë dhe politike për të ballavaçuar secili me të kaluan, por jemi në një situatë ngërçi. Tani kemi edhe avokatin këtu. Duket që ne nuk jemi specialist fushë, po kjo çështja e episodeve teatralo-dramatike, të quajmë të shpithom të modelit turka, spanjolla, këtyre serialeve, do të na shoqërojë gati pafundësisht, po thonë. A është rregulluar me avokat kjo punë? Këto seanca çdo 48 orë që të mbahen. Në fakt është vërtet se kushtetuta është e heshtur për sa i përket mënyrës të organizuarit, të ftuarit, të mbledhjeve të njepasnjeshme kur kuvendi nuk konstituohet. Mirë po fatmirësisht, rregulloria e punës, në cilën edhe ka marrë pjesë në cilësi të anëtarit të grupit punues, dhe jo rastisht ka përcaktuar që çdo 48 orë të mbahen mbledhjet në rast dështimi për konstituimin e kuvendit, dhe këto ndërprerje kanë edhe këto, do themi, vazhdime çdo 48 orë kanë pas edhe për qëllim një lloj ekspozimit të presionit publik mbi dështimet e njepasnjeshme të një klase politike. Dhe për shkak të presionit të kohës, ndoshta do të arrihet në atë qëllimin dhe thelbin e normave kushtetuese të sistemit tonë demokratik që janë konsenzusi dhe kompromisi. Pra në këtë kuptim, nëse të rriqim një analogji me rastin e vitit 2014, mos harrojmë që në atë kohë është kontestuar e drejta e partisë së parë fituese që ta ketë krye parlamentare me pretendimin që jemi bërë bashkë një grupacion politik i njohur si Vlan, rrjedhimisht grupi ynë parlamentar është më i madh nga grupi i atkohshëm i partisë në pushtet, i Partisë Demokratike të Kosovës, e përrjedhoi drejta propozimin ata takon neve dhe jo partisë së parë fituese të zgjedhjeve. Ky proces, siç e dini, mori epilog në 26 gusht 2014, kur gjykata kushtetuese përcaktoi edhe përkufizoi se çka ne kupton grup parlamentar për qëllimet e seancës konstituive. Dhe përcaktoi që
grup parlamentar për qëllimit të sanskrizë është partia e parë fituese që ka dalë sipas rezultateve zgjedhore dhe asnjë grupacion tjetër që mund të mbivendoset në ndërkohë. Dhe tani në rastin konkret është e mirë që asnjë nga partitë në thojza apo shtim opozitare të opozitës së deritanishme nuk po konteston të drejtën e partisë së parë fituese që të propozojë kandidatin për kryetar kuvendi. Mirë po, në rastin konkret, mos të harrojmë se në një analogji me vendimin e gjykatës kushtetuese për çështjen e mandatarit të dytë në rastin 72-20 të 29 majit 2020 të rastit të mandatimit të zotit Abdullah Hoti nga zoti Thaçi në atë kohë, kur shkoi rasti në gjykatë kushtetuese, na kujtohen neve ato letërkëmbimet mes presidentit Thaçit dhe kryetarit të lëvizjeve vendosje, ku njëri kërkonte emrin e të nominuarit për kandidat për kryeministër, tjetri thoshte që unë do ta jap emrin, por tash nuk jam i gatshëm. Dhe ky refuzimi, kjo përgjigje në mënyrë të tillë për trihir radhazi, nga gjykata kushtetuese u vlerësua si refuzim në ushtrimin e të drejtë që takon me kushtetutë. Dhe në analogji me këtë pjesën e themelimit të qeverisë, duhet dhe mund të interpretohet edhe çështja e kryeparlamentarit, që në pikpamjen time një e drejtë e tillë është e pa transferueshme. Por, mes mendimit tim dhe vendimit të gjykatës kushtetuese, unë mendoj që tashmë kemi një aktgjykim të gjykatës kushtetuese i cili thotë një e drejtë kushtetuese që takon nuk mund të shndërrohet në mekanizëm bllokimi për themelimin e institucioneve. Dhe në këtë pikpamje, Në asnjëra palë. Dhe në këtë pikpamje, aktualisht rendi ynë kushtetues, brenda vetes e ka edhe këtë aktgjykimin që e citova më herët, dhe në mes këtij aktgjykimit dhe situatës aktuale ka një asimetri në mes. Sepse si po u lejoa ka që i dyti ta bëj qeverinë, dhe nuk po u lejoa ka që i dyti ta bëj kryetar në kuvend, sepse logjika është pastaj tjetër. Nëse partia parë fituese e ka shumicën e nevojshme për ta zgjedhur kryetarin në kuvendit, është natyrshme që ta ketë shumicën e nevojshme për ta zgjedhur edhe qeverinë. Prandaj a shihni, është një lloj situate e cila eventualisht mund të përfundojë në gjykatën kushtetuese nëse ka një vendimarrje efektive në kuvendin e Kosovës, dhe pastaj gjykata kushtetuese ta jep atë vlerësim, i cili mund të jetë krejtësisht kundërt me pikpamjen që unë sapo e shpreha, por unë mendoj që ose ky aktgjykim duhet përmirësuar, edhe në mënyrë të përhershme të mbetet vetëm të parit e drejta për të themeluar qeverinë, ose situata kryeparlamentare dhe konstituimit të kuvendit duhet plotësuar me një aktgjykim shtesë. Po kjo, nga partia aktuale në pushtet, nuk mund të shndërrohet në mekanizëm bllokimi. Siç e shihni, janë disa tentativa nga data 15 e deri dje për ta konstituuar kuvendin dhe kjo nuk po realizohet për shkak se partia apo nuk po e kupton sistemin kushtetues që është konsenzusi dhe kompromisi. Nuk mund të sillesh ti me 42% të votës qytetare, sikur i ke 61%. Prandaj kërkohet konsenzus, kërkohet kompromis. Në rastin konkret, partia e parë, që ka rezultuar sipas rezultateve zgjedhore, nuk e kupton dot as konsenzusin as kompromisin. Ajo kupton si një të drejtë të saj për ta propozuar kryeparlamentare, mirë po nuk e kupton se kjo drejt prapa vetes e përmban një detyrim. Detyrimin për ta konstituuar kuvendin, për ta dhënë emrin dhe për të votuar ai emër natyrisht në bazë të konsenzusit dhe kompromisit politik. Dhe ndërkohë që po e shigjeton opozitën, kushtimisht po them, pse opozita nuk më marr pjesë në votim, por mos harrojmë që opozita është e liruar nga detyrimi që të mbështesë kandidatin e partisë së parë. Ajo mund të votojë për kundër ose abstenim, dhe nuk është e liruar nga detyrimi për të vepruar ndryshe. Prandaj unë insistoj që duhet votuar opozita, qoftë me për kundër ose abstenim. Por asesi të mbështesë kandidatin si një kompromis politik vetëm në këmbim të idesë së të drejtës kushtetuese të parit për ta propozuar emrin e kandidat për kryetar kuvendi. Avokat Fëtak, kështu ndodhur edhe në të kaluarën. Ishte bërë mjedisi kompromisit, ishte krijuar ai mjedis dhe ishte votuar, por kishte parti dhe që nuk e votonin kryetarin e kuvendit, ose deputet të caktuar. Të gjithë kryeparlamentarët deri më tani që janë zgjedhur me kompromis politik. Po saktësisht, kjo ku jam në këtë pikë
nuk mund të japin përgjigje normat kushtetuese në situata politike e cila vetëm me veprime dhe vendime politike. Jo, unë mendoj që mund të japin përgjigje shkurt, po them, e para partia fituese e zgjedhjeve duhet të ndërgjegjësohet e ta kuptojë që nuk është fituese absolute e zgjedhjeve, por ka dalë partia e parë edhe ka detyrim i konstituu organet, vullneti nëse jo i gjithave i disa partive opozitare, po i quajmë kushtimisht në kontekstin e zakonshëm, e dërgjeshëm, është dëshmuar që mund ta mbështesin në konstituim të organeve. Aleanca vetëm e ka bërë qartë qëndrimin e saj që nuk e ka kurfar të lashe të votoj emra të tjerë. Tash nëse lëvizja vetëvendosje nuk ka interes, do thotë ta ndroj emrin dhe ti përshtatet kësaj thirrje për kompromis politik, është problemi i saj. Po si taktik të vëvës. Dëgjoj, po si taktik për ta mbajtur bllokuar procesin, e tash derisa mund ta mbajt bllokuar këtë proces për të blerë kohë për procese tjera, sa ka afate sa si unë nuk jam tash kompetent të flas deri kur mundet me shty këtë logjik politike, por aktualisht nuk ka asnjë dyshim, gjëra duhet i themi hapur. Pengesë për konstituim të organit është për të organeve të dala nga zgjedhjet e nën shkurtit është vetëm Albin Kurti, sepse askush nuk po ja merr drejtën e nominimit, por nuk ka instancë në botë që mundet mi thonë me deputetëve opozitar, jo votoni vetëm Albulenin e jo Saranda Bogojevcin apo Shipe Selimin. Është në percepcionin politik të një diskrecion të deputetit është kjo. Drejta ti për vot. Për kundër për ta abstenuar. Kështu që kemi vullnet nga partitë opozitare për dal nga kjo skenë, por siç duket nuk kemi interes nga partia në pushtet për arsye tjera politike për shkak të numrit për formim të qeverisë e që i duhet ende kohë për ta mbajtur të bllokuar situatën e presionin e afateve kushtetuese me mbajt mbi kuvendin dhe jo mbi qeverinë që jemi në këtë gjendje aktualisht ku jemi, ku po na përsëritet seria e episodit të bllokimit të shtetit. Tallja duket me shtetin, duket se kjo mendsi na çon ka konstatimi piklus tallje me shtetin. Avokat ligjet e kushtetuta duket nuk janë problem, nuk kanë qenë thuajse asnjëherë, edhe pse nevoja për tu adaptuar ligjet me zhvillime shoqërore gjithmonë është domosdoshmëri për të bërë progres, por duket që ligjet dhe kushtetuta nuk janë problem. Tani koha ka treguar, ka problem këta me racionalitet. Koha ka treguar që pikërisht ato që e diskutuam në hyrje, koha ka treguar që kultura politike është e mangët, e përjedhoj është shpeshherë ka qenë domosdoshme që një situatë caktuar politike të adresohet përmes një vendimi të gjykatës kushtetuese. Dhe ndonjëherë ndoshta gjykata kushtetuese është përpjekur ta normojë çdo situatë e mundshme vetëm të mos lej hapësira të tilla të interpretimit, të cilat pastaj duhet të shërbejnë për të keq interpretuar situatat si në rastin konkret. Prandaj jo rastësisht gjykata kushtetuese po e ritheksoj dhe po e sjell në vëmendjen tuaj që edhe teleshikuesve që jo rastësisht gjykata kushtetuese deri në vitin nga themelimi i saj në vitin 2009 e deri në vitin 2019 e ka promovuar atë doktrinën që në gjyqësinë kushtetuese ne njohim si doktrina e aktivizmit gjyqësor, kur gjykata kushtetuese i ka dhënë edhe përgjigje pyetjeve kushtetuese që i kanë bërë institucionet e qeverisjes, si është presidenti, kryeministri, kryeparlamentari, këtë rast kuvendi, duke i përgjigjur edhe pyetje për situata hipotetike. Ndërkaq, vetëm me qëllimin që të plotësoj, le të themi një praktikë dhe të uniformoj praktikën e përgjithshme kushtetuese dhe parlamentare në atë mënyrë që të evitohen, le të themi, edhe shkeljet në ndërveprimet institucionale, por të evitohen edhe shkeljet kushtetuese në raport me ligjet ose propozim ligjet që mund të hartohen. Mirë, po nga viti 2019 deri kur po flasim, gjykata e ka ndërprerë doktrinën e aktivizmit, është rikthyer në doktrinën e vetëpërmbajtjes gjyqësore. Prandaj nuk mund të kërkoj dikush shpëtimtar në gjykatën kushtetuese sepse unë pyes gjykatën se si të veproj. Gjykata nga viti 2019, nga viti 2019 është kufizuar vetëm në bazë të vendimit që mund të rezultojë në një procedurë të caktuar parlamentare ose qeveritare, dhe vetëm atë vendim mund ta vlerësoj nëse pastaj ka qenë njëjti në procedurën ose në përmbajtje kushtetuese ose jo, duke kufizuar vetëm në dhënien e mëtejme të interpretimeve, të pyetjeve hipotetike që mund të kenë bërë barësit e institucioneve. Prandaj këtë kuadër, edhe në situatën konkrete, e mbrusi përbashkë del tjetë
nga rendja për ta maksimalizu pushtetin politik. Pjesë marrje në pushtet, po. Ndoshta ato që nuk arritën ta marrin me votë në rastin në ngret vetëvendosja, po orvatet po tenton ta shndroj me taktizime politike për të marrë pozicionet kryesore. Pyetja është e thjeshtë bëret, a është më e rëndësishëm në individ, a është më e rëndësishëm në individ a themelimi i institucionit. Lëvizja vetëvendosje po konsideron që më e rëndësishme për to është Albolina Agji ose sa themelimi i kuvendit. Për shkak sepse i ka vota tashmë prej partive opozitare për konstituim të kuvendit nëse kallzon vullnet për kompromis politik. Kështu që në këtë drejtim bllokimi është pikërisht në këtë pikë që ky formacion politik po beson që më e rëndësishëm është një individ se sa konstituimi i organit i legjislaturës së nënta, cila është kjo i kuvendit, edhe kjo është burimi i kësaj bllokade ku jemi aktualisht. Si mund shkoj këtë çështje në gjykatë kushtetuese nëse nuk ka vendim, nëse nuk ka akt? Po tani me qenë se Avokat. situata është në zhvillim e sipër, unë do ta kërkoja me kuptimin e juaj që të patjetër. përbaham nga dhënia e mendimit tim. Gjykata trajton vetëm aktet, vendimet që merren. Situatë interesante, ndoshta mund ta çojë edhe avokati publik, është diskrecionin e tij. Si një prej mekanizmave. Besoj që do të kemi një rast tjetër. Një rast tjetër. Unë ju falenderoj nëse nuk keni gjop përtejse do të rishohim skenarin e njëjtë. Skenarin e njëjtë, të ditur, të paralajmëruar, Regjisorin e njëjtë, skenarin e njëjtë, dialogu politik aktualisht mungon në Kosovë. Ka munguar prej vitesh. Në një kohë kur duke është rënuar. Pra po tham është që duket edhe interes për me majtë këtë situatë si për shkak të mungesës numrave, ashtu vëmendjen e opinionit me majtë të fokusuar në këtë serial që po zhvillohet, në këtë Big Brother të madh të kuvendit të Kosovës, në një kohë kur presionet sociale ekonomike ne po i shohim veç çfarë janë duke u akumuluar, janë duke si çmimet veç është po paralajmërohen rritja e çmimeve të bukës, të gjitha produkteve esenciale për konsum ditor. Po varfrohet Kosova, po në rastin e djeshëm, po ashtu tendencat radikalizuese. Po në Kaçanik është alarm kombëtar që ka ndodhur me brazë. Askush nuk mirret me këto tema që e formsojnë anatominë e një shoqërie dhe kretë vëmendja opinionit publik mbahet e fokusuar në një procedurë, sepse është edhe një lloj shpëtimi për mos mu ballafaqu me problemet reale. As dorëheqja, as një gjë domethënë. Ajo dyshimet e para që tri plagë të mëdha të kësaj shoqërie. Një, vështirësia ekonomike për shkak të sociale. Dy, hemoragjia kombëtare e emigrimit të gjithnjë më të madh trive në botën perëndimore. 3, ajo që ndodhi dje në Kaçanik, që ka një origjinë, janë alarm kombëtar që askush nuk preferon të adresoj. Po këto janë në domenin politike, ekonomike, kështu që ja vlen të diskutohen në emisionet e ardhshme. Falenderoj avokatin për prezencën, për eksperiencën që ndau në gjithë të vite që ka pasur, që besoj kanë qenë vite rezultative edhe për karrierën tuaj, avokat. Absolutisht po, faleminderit shumë për juve, natyrisht që unë funksionin tim primare ushtroj si avokat i praktikës së përditshme në gjykatat ose sistemin tonë të drejtësisë në përgjithësi, por natyrisht edhe kam edhe një angazhim shtesë në cilësi të ekspertit, këshilltarë të angazhuar pra në grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës dhe mendoj që ka qenë kohë mjaftueshme për të dhënë një kontribut të caktuar, tani mbetet të shihet se si të veprojmë në krenar me punën që kemi arrit të paktën në adresimin e problemeve të mëdha të cilat natyrisht kanë qenë të natyrës politike, janë shndërruar në norma juridike, të cilat kanë pasur epilogje të tilla, natyrisht jam krenar me një kontribut modest që e kemi dhënë në pjesën e ruajtjes së standardeve dhe vlerave tona kushtetuese të rendit ton demokratik, kështu që kënaqësia ishte e imja. Të falenderoj edhe një herë. Avokat Feto, faleminderit Kosovë. Gjithashtu. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.